Libri Gjonit, kapitulli 7, vargu 37. Ditën e fundit e më të madhen e festës, Jezusi u ngrit në këmbë e thiri. Nëse dikush ka etje, le të vi tek unë e të pi. Kush beson në mua, lumenj ujit i gjallë do të rrjedhin nga brenda ti, siç ka thënë shkrimi. Këtë e tha për shpirtin që do të merrnin ata që besonin në të. Shpirti nuk ishte dhenë ende sepse Jezusi ende nuk ishte ngritur në lavdi, avdi Jezusit. A i tha, kush ka etje të vi tek unë? Kush ka etje, në qoftë besoni tek unë, tha Jezusi, do t'ju rrjedhin lumenjt nga brenda. Çfarë është kjo lumenjt? Bibla e thot qartë, e kishte fjalën për shpirtin e Perëndis. Çdo njeri ka etje në jetë. Dikush ka etje për më shumë dashuri, dikush ka etje për kuptim, gjithçka është e lidhur me etjen brenda të një njeriu. Kush mund ta zvendsoj këtë boshllëk, këtë etje? Vetëm Jezusi me anë të Shpirtit të Shenjtë. Prandaj shumë njerëz unë kur kisha etje, kohë përpara, vite përpara, kur kisha boshllëke, shkoja për parti, për të pirë, për të dehur. Aq dija në atë kohë, për të mbushur atë vekjumin, atë hapësirën, atë etjen, por tani s'ka nevojë. Sepse tani kemi Shpirtin e Perëndis që rrjedh si lumenj me ujë të gjallë nga brenda nesh. Prandaj dhe Jezusi na përdor. A që kemi Shpirtin e Shenjtë brenda nesh me ujë të gjallë si lumenjt. Zoti ju bekoft dhe varuni gjithmonë nga Jezusi.